Të do i tregoj këtë dhuratë që kam marrë për ditëlindjen time. Meqense se ditëlindja ime ka kalu ka 1 javë, kështu që jam definitivisht 24 vjeçë, erdhi momenti për t'i treguar dhuratat dhe jo, kjo nuk është një mënyrë për t'i treguar se ç'a kam, ç'a s'kam. Thjesht është një video që unë bëj vit për vit dhe unë personalisht kam edhe shumë qejf me pa. Le të filloj me dhuratë më të madhe që unë i kam bërë vetes time, e cila ka qenë darka e ditëlindjes time me datën 27 që kam realizuar në Shqipëri, në Tiranë. Kështu që ka qenë një dhuratë që unë kam shijuar dhe me njerëz tjerë dhe ka qenë me vërtet një natë shumë e paharrueshme për mua. Jam kënaqur dhe jam ndje shumë falendëruese dhe bekuar që kam pas gjithë ato njerëz për mua aty. Tani erdhi momenti për të treguar dhuratat që njerëz tjerë më kanë bërë. Nga këto dhuratë kam akoma në Shqipëri, duke qenë se presi se të më nisen me autobus që të më vinë këtej, por që do i tregoj me foto. Buqeta super të bukura. Njerëzit e dinë shumë mirë që mua më pëlqejnë shumë lulet dhe më pëlqen shumë ngjyra roze dhe jam munduar me i bashku të dyja gjërat dhe më kanë pëlqyer të gjithë shumë. Ja që më ka dhuruar që ime këtu në Itali ka qenë ky byzylyku që është shumë i thjeshtë, fine dhe elegante, po ka këtë gurin të vogël që shkëlqen edhe më pëlqen shumë. Në sy po jo edhe aq shumë dhe mund të përdor për ditë për ditë. Po ai që më ka dhuruar këtë brashë për të kryer flokët me Hello Kitty, ngjyrë roze. Tani kush e din që unë më pëlqen shumë Hello Kitty, pastaj edhe ngjyra roze si gjithmonë. Më pëlqen. Shoqë tjetër më ka dhuruar këtë body cream nga Victoria's Secret, Bare Vanilla që ka xixa dhe duhet t'ju them që tani se këtu kemi shumë xixa. Provon e herë si aromë, po më vërtet më pëlqeu shumë. Dhe këtë vaj të thatë për trupin që ka edhe ky xixa që duhet me tun gjithmonë shumë mirë. Edhe një body shower me aromë vanilje që kam të dushi dhe s'po e marr. Pastaj nga një person tjetër më ka ardhur edhe ky byzylyku që ka këto zemrat. Po ai personi pastaj më ka dhuruar edhe këtë çantë që është e zezë edhe ka gjithë këto gur që shkëlqejnë nga 1 kilometër larg. Në drejtën e fillim thash, ok, nuk do të shfrytëzoj shumë, se është pak e madhe, por që me një anë tjetër menova direkt, ok, më mirë kështu sepse un kam çantat aq të vogla se nuk më zen as portofolin herë. Marr karamele dhe letjese. Sa mbësira si vetja ime. Sa dhuratë e parë që kam marrë në Shqipëri ka qenë ky kompozimi me lule që nuk prishën herë, domethënë nuk vyshkën herë dhe ka qenë një dhuratë shumë e veçantë, sidomos për dedikimin që ka aty poshtë dhe ju them të drejtën jam përloti çik kur e kam lexuar për herë të parë. Marr shumë produkte tjera për trupin, si për shembull ky parfumi nga Lugio, se them të drejtën nuk e prisja se të më pëlqente aq shumë, po ishte i lehtë dhe kishte një aromë shumë efemerore, le të themi, ishte shumë girly. Kam marrë edhe një body mist që është po me xixe mrena dhe ka një aromë edhe ju shumë të lehtë. Këtë kulet që ka disa produkte të tjera për trupin, si edhe një krem për trupi që ka xixa. Them se me këto dhurata jam në rregull me xixe për paktën një vit, po. Bluza nga Calvin Klein që është një boqet shumë e lehtë, nuk e di e kam foto apo jo, po ishte shumë cute, me vesh me një palë jeansa, diçka të thjeshtë. Kam marrë edhe këtë setin që ka disa produkte tjera për trupin, si shower gel, body cream dhe tilla dhe kishte një aromë edhe kjo fantastike. Në fund dhurata e fundit që më ka bërë shoqja ime dhe për të cilën nuk do i lej foto, po janë të brendshme. Që këto ishin këtë dhurata që njerëzit më kanë bërë dhe më vërtet po e them prapë, ndihem shumë falendëruese ndaj tyre dhe nuk e di, s'kam ç'a më thon përveç shumë faleminderit të gjithëve.